Nëse asnjëra nuk e zgjidh ngërçin, a mund të jetë ndryshimi kushtetues si dalin nga kjo krizë? Këto dhe shumë pyetje tjera do të diskutojmë në një super panel ku të ftuar në studio kam sot mikun tim gazetar Ardian Gaxherri, kënaqësi të jesh me ne zotri Gaxherri. Gjithashtu miku i emisionit ton Gazmen Morina është me ne zotri Morina, faleminderit që rikthehesh në studio. Faleminderit për ftesën. Në anën tjetër, në lidhje direkte do ta kemi zotrin Sali Rexhaj, të cilin e përshëndes shumë. Zotri Rexhaj, kënaqësi me të pas lidhje direkte, tani më edhe zërit ka ardhur, jemi gjithçka në rregull për me filluar emisionin. Përshëndetje gjithashtu. Përshëndetje. Duke qenë se po na mungon kohën e fundit Gazmen, po e filloj me ty këtë analizë. Si është shera realisht? Ka ende kohë a mbeti edhe ndonjë gjë pa e provuar drejt krijimit të institucioneve? Prej fillimit, prej ditës parë, Albin Kurti nuk ka qenë interesuar me formu institucionet, pse u shku 3 herë në zgjedhje, 2 herë në zgjedhje të jashtëzakonshme, është me qëllim që me marr krejt institucionet, realisht me kap krejt institucionet, mundet me konë qëllim politik legitim, mirë për forma që e ka zgjidhaj, është formë e gabume për i marrë me çdo kusht për shkak se shtetari nuk pja jap votën për presidentin. Tash ai po dën me çdo kusht ose presidentin ose në cikël 3 zgjedhor të pafund se ai është në pushtet. Po të paktën ai pas ka dalë më sinqert se krejt të tjerë, zotri Kurti, sepse ka thënë ne po shkojmë në zgjedhje për me shku në zgjedhje. A jena pikërisht në çat pikë zotri Gaxherri se ne shkuam në zgjedhje siç e kishte paralajmëruar për të shkuar në zgjedhje diçka e cila duket në sfond zotri Gaxherri. Pra krejt situata është e paralajmëruar. Pikërisht, kjo është fatkeqësia jonë, të cilën po e përjetojmë, sepse kemi një kryeministër dhe një njeri i cili kur del nga procesi zgjedhor paralajmëron për zgjedhje tjera, do me thonë nuk ka interesim dhe vullnet që shteti i Kosovës të ecë përpara. Po ashtu, kjo tashmë është më së e ditur për njeriu i cili ka më spaku informacion e dije, por ajo çka do doja të theksoj është se këto ngërçe ndodhin edhe në vendet të tjera, nuk ndodhin vetëm në Kosovë. Është ma kollaj Macedont bashkë me shqiptarë, me bo një qeveri, e me emëru presidentin, apo është ma kollaj partirë shqiptare brenda Kosovës? Jo, në fakt, zotri Gaxherri, nuk kuptova mbase e ki të e mos shembullin korrekt, por realisht nëse shumë rajonin dhe krejt e kanë të kriju, nuk e di që ka hup ndonjë shtet zvoni 2 vjet për mi kriju institucion. A më do këtë e të e thonë këtë? Pikërisht pra, pikërisht në këtë kontekst po e flasë, sepse shteti humbet edhe njerëz që punojnë institucione, humbasin ndjeshmërinë ndaj shtetit, se lere më ne si qytetarë. Besimin po që e humbasim, sepse 2 vjet, rreth 1 vjet e gjys, pa qeverit mirëfillt, pa institucionet mirëfillta, nuk i asku ankohesh, nuk ka askush nga problemeve tua mrapa, njerëz të cilët punojnë aty nuk ka kush me i kontrollu mirëfilli, dhe nuk është problemi tek sistemi, sepse ne sistemin e kemi shumë mirë. Problemi është te politikbërësit e Kosovës, të cilët nuk gjenë gjuhët përbashkë se bëjnë matematika vetëm partijake, dhe ne si popull duhet kuptojmë që shteti duhet jetë para partive. Zotri Rexhaj, shfrytëzoj rastin ta përshëndes edhe zotri Ardian Muhaxhirin, se na bashkangjitet zotri Muhaxhiri, kënaqësi të pas në studio në lidhje direkte, por po kthehem tek zotri Rexha. Zotri Rexha, një rresh që tha Gaxherri që mboni përshtypje, tha ne kena hub ndjeshmërinë ndaj shtetit funksional. Domethënë, realisht kjo periudha 2 vjet pa shtet, sikurse na ka adaptuar me një formë tjetër të funksionimit, përderisa krejt shtetet në rajon funksionojnë në formën që ç'dohet, na jena me një farë blokade. Po nuk është kjo blokade pa qëllimshme. Albin Kurti ka për qëllim me shpa shtetin e Kosovës, faktikisht na sot nuk kemi institucione qendrore. E qysh është bën shtetin e Kosovës Albin Kurti, mos e pas ka për qëllim, sepse pak që di mu deklaru kështu, po më intereson me ditë, qysh është zhbërjen e shtetit prej tij? Pa nëse shkojmë për shembull në mënyrë kushtetuese dhe ligjore, na sot nuk kemi asnjë institucion qendror, nuk kemi president, sepse ajo është betuesi deputet, ajo është veç deputete. Albin Kurti po ashtu nuk është me një vendim të gjykatës supreme, nuk është më kryeministër, as kryeministër në detyrë, ajo është vetëm një deputet, ndërsa... Më falë, po ku e mur guximin Albin Kurti me deklaru, tha, on jam kryeministër legjitim i Kosovës. Si për krejt veprime tjera, si për mërë guximin me deklaru, a i kalun 30 dit afotit konstituimit ku vendit, a i s'pi konstituim, për dhe ta i shkënë në gjikotë kushtetuse, krejt me tendencen... Dalim edhe të gjikota kushtetuse. Me nasu me një cikël të ri në 10 orë në zgjedhor, ati s'pi interesan, a kaloj afoti 4-8 tërsh, për mi thirë seancën qysh është vendimi i gjykatës kushtetuse. Krejt që tu detaje të cilat po i përmend ju zotri
Reza, zotri Morina, zotri Gazherri, po më qojnë me një mendim si kur kjo kushtetut nuk i bie tamam këti vendi. Dhe është pikërisht zotri Muazhiri kjo tendenca, një kushtetut e cila ka funksionu deri tash me bo më duk jo funksionale që me tentu edhe me rishkru pastaj, të paktën sa i përket pjesës së krijimit të institucioneve. Në fakt, jo, vendit kushtetuta i rinë tamam, po nuk i rinë një personi, e që në fakt... Jo, më falë, zotri Muazhiri, unë e vetë zdashta me ditë qëto momentet politike që po vinë, a është tendenca që ajo, që me bu kushtetutën si diçka që nuk i bje tamam vendit tonë? Unë po i tregoj një 3 skenar të cilat po punon zoti Kurti në vazhdimsi dhe kjo e jep edhe kuptimin asaj që jemi të folë. Pra, aktualisht kemi dalë nga binari kushtetues. Kosova, institucioni i Kosovës, vendi i Kosovës, deputet e tij e kanë shtirë kushtetutën e Republikës Kosovës. Por kjo po ndodh një skenar të paraparë dhe të parapërgatitur. Para kërkesës zotit Kurti është presidenti konsensual, sipas kërkesave të tij, që e don një president që nuk din anglisht, nuk urpanjet vendit, heq dorë nga kompetencat e veta, realisht zhveshet nga kompetencat që e jep në kushtetuta. Nësë nuk arrihet kjo, do një realizu zgjedhje për 27 dhjetor. Gjithë votues president pritet të dinë më shumë, ndërkohë që ai kompenzon me votën diasporës dhe Partia Opozitore natyrisht sojnë fiasko. Dhe e treti skenar është 4 tetori kur Kosova do të mbetet pa president, pa ushtrim presidenti, dhe pastaj fillon faza e Republikës së tretë ku kushtetuta bëhet ashtu siç e bën zoti Kurti. Pra, Republika e tretë nuk duhet me unishmu si diçka e parëndësishme, sepse ata proponojnë çdo ditë në këtë drejtim ka dokument të brendshëm në vendosjes. Ndonëse ai nuk e thot publikisht tash, por është duke punuar me përmbys këtë rang kushtetues dhe me kriju një rang të tij kushtetues. Dhe ajo ndodh kur natyrisht ka shumicën parlamentare në vendin e Republikës Kosovës. Ju e shihni që edhe nuk ka reagime ndërkombëtare, pa janë 8 të ftohta dhe ata sikur i kanë qenë duhet edhe nga kryeministët dhe nuk reagojnë, përveç se jemi në saksionin në dëshkime nga ata. Po, e qartë. Zotri Gazherri? Po, unë e theksoj gjithnjë që zotri Kurti ka thënë publikisht që do e bëjë Republikën e tretë, madje ka thënë se nuk do e shpallim në kuvend Kosovës. E si ndodh ajo kur nuk shpallet në kuvend Kosovës? Ajo ndodh duke e defunksionalizuar shtetin, duke e bërë jo funksional. Për shembull, ja po ta marr një shembull shumë të thjeshtë. E ki një ministër i cili mirret me qumsht. Pse vëlla ekziston inspektoriati, inspektori, kryeinspektori, me çfarë punë mirren ata? Ministri duhet me dalë mu marrë me qumsht, përveç kësaj. Për shembull e kemi pas AUV-in, me që futa në këtë muhabet, së është aktual. E kemi pas AUV-in i cili ka qenë nën udhëheqjen e kryeministrisë, ose pjesë e zyrës së kryeministrit, sot është pjesë e ministrisë. Do me thonë, ja kemi hup kompetencat dhe përgjegjësit një organi i cili do duhet të ishte prioritar. Pse prioritar? Sepse energjia, politika, ekonomia, këto janë të ndërlidhura njëna me tjetrën, siguria kombëtare janë të ndërlidhura edhe në shtylla kryesore për atë një shteti. Dhe normalisht një AUV do duhet të ishte prioritet për shtetin dhe këta që kanë bo nga prioriteti kanë kalu në një shkallë më poshtë e kanë bo sekondare. Dhe sot, për me kontrolu, për me bo instrument një AUV, e kanë kalu aty ku e kanë kalu, pra në pjesë të ministrisë, dhe sot del ministri merret me qumshtin, me qumshtarët, me djathin, me kosin. Ministri duhet me bo politika, ministri nuk duhet me u marrë me këto gjona, nuk duhet me u marrë me gjëra më madhore, pra ndaj ka shteti instrumentet të ndryshme ose institucionet të ndryshme. Që pi përdor institucionet për me ndëshku, jo për me zhvillu. Pikërisht pra është për me defunksionalizu. Në këtë formë defunksionalizohet shteti dhe defunksionalizimi i shtetit shkon deri te shpërbërja e rendit kushtetues ose përmbysja e rendit kushtetues, sepse nuk ndodh ajo me dal me çu flamurin e me thon pej sotit kemë qit një kushtetutë tjetër, se edhe për me ndru kushtetutën na duhet 2/3 e deputetëve. Prap, edhe përmbysja e rendit kushtetues don votimin e 2/3. Andaj Po, vazhdoj, përfundoj. Andaj, defunksionalizimi është duke funksionuar në çdo pore. E kemi për shembull me që fola, po flas pak për shembull për bujqësinë.
Pse Macedonia, për shembull, me qenë se hajde politikisht s'po ja thëjka, nuk po dika, pse ekonomikisht pak të nuk po i gra një aspekt. E kemi Macedoninë që është ndër eksportues kryesor në Kosovë pemëve edhe të perimeve. Pse s'po muj ka Kosova me u specializu në një fush ku kishim mujt me pas edhe eksporte me mujt në atë formë inflacionit, sepse e vetmja gjë që ullë çmimet është prodhimi vendor. Ne duhet ta mundim importin. Pse bujqit e Kosovës paguajnë naftën edhe energjinë elektrike njëjtë si kur unë e ti ose tjetri që e ka makinën 100.000 euro. Nuk është nafta për ta luks, për ta është domosdoshme. A din dallimin që e kena eksport-import, për shembull veç tek produktet ushqimore? Për 1 miliard është rrit vetëm këtë vit, deficiti tregtar. Imagjino. Për 1 miliard është rrit mranda vitit. Do me thonë, Kosova është duke shkuar në një gremin të cilës pastaj i duhen shumë vite për të rime këmbur. Në botën në të cilën po jetojmë në kapitalizëm, ekonomia është shtylla kryesore. Dhe kur jena tek ekonomia është shtylla kryesore, por në anën tjetër jena me një krizë politike, e cila normalisht që këmu vrejta në gjithë digasterët, por në kuadër të kësaj krize kisha dashur më kthy zotëri Morina, kishte disa paralajmërime për rrugën. E shefti si një moment tani që do të dilët në rrugë, sepse kishëm deklarimin në zotëria Haradinajt, të cilin do ta kem tash e tregoj sakt çfarë ka thënë sakt që të mos e qasa kontekstit, përderisa jo përgjigjen nëse përdini për çfarë po flas do ta tregojmë deklaratën, pra ai thjesht tregon se diskutimi do të zhvendoset nga parlamenti në rrugë, ose të paktën ka mundësi që një gjë e tillë të ndodhë. Protesta është mjet demokratik, pse jo? Protesta i shduf me ko mjet demokratik, qysh para një javë ditën si ka ndërprej seancën, Avni Dehari çdo është kuvendi Kosovës me protestu spasor, me konë i rrethun të 4 oncën çdo vend demokratik ku protestuhet në mënyrë pasore. Mirë, po partit tona parlamentare që kanë qenë opozitare, tash janë PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja, dy më të mëdhojat nuk kanë kapacitet për mi qitë njerëzit në rrugë për me protestu. Sepse s'ka leadership. Kapacitet kanë, po vullnet në shta. Jo, Në besoj që kanë vullnet, pas Lumir Abdizikut krizës në LDK, edhe pas udhëheqjes administrative, se administruhet PDK-ja nga Bedri Hamza dhe të tjertë, ata nuk mundën mi thirë njerëz në rrugë. Vetëm Ramush Haradinaj, njerëz të vetë që i ka mujtëset në rrugë PDK-ja, mas 16 shtatorit, ka mundësi mi këty njerëz edhe mi mobilizu për protestë. Dhe për deklaratën cilën e përmenda që të mos e citoj gabimisht, zotëria Haradinaj, Daut Haradinaj shprehët se rruga e vetmja rrugë për ta kthyer shtetin në binar demokratik. Shtatori po vjen Albin. Ky është deklarimi, ndërsa me që kemi nga partia e zotëria Haradinajt, zotrin Rexha, do doja të di se cili është mendimi i tij për mesazhin që e ka dhënë zotëria Haradinaj. Ka ndonjë lëvizje atje në partinë tuaj? Po bisedon dikush për protestat, po organizon dikush një gjë të tillë? Po në momentin kur ka dalë kjo deklaratën, kam qenë tavolinë me Ramush Haradinaj. Okej. Dhe ja tregova, ja se një deklaratë këtina e Dautit, edhe ai tha po, por protesta du të organizohet mirë. Na nuk guxoj me dalë në rrugë dhe mu lodhë si këta në Shqipëri që e kanë nisë një protestë arsyeshme dhe kanë hupë rrugën e kanë metë. Na të kur dalin protestë do të më organizu mirë, gjitha partitë së bashku. Pa marrë parasysh problemet e tyre që kanë ato, janë probleme tyre, por antarësinë ata duhet ta thrasin. Ti po flet sikur din se është protesta në organizim e sipër zotëri Rexha, edhe ana pak më shumë detaje. Mbasë është interesant me ditë njerëz. Qëre nuk është veç protesta. Na diqysh do ta ndalim Albin Kurtin. Çfarë do thotë nuk është protesta? Diqysh do ta ndalim? Si e ndal një Albin Kurtin? Nuk është vetmja protesta, do të kërkojmë mënyra që ta ndalim diqysh. Po. Me mjetet demokratike, kuptohet. Normal. Se një deputet i betuar nuk ka drejt që ta ushtrojë detyrën e kryeministit në detyrë. Nuk ka drejt i ketë tru. Projat nuk ka drejt ta ketë, zyre nuk ka. E pse pra ky mban ato, edhe normalisht ato ja ka dhënë populli me votën e tij, po më intereson me ditë çka tash ja legjitimon këtë pozicion, me që ju po thoni se nuk ka të drejtë. Populli absolutisht nuk ja ka dhënë. Populli u dal në bazë të ligjeve dhe në bazë të kushtetutës ka votuar. Okej, po për votën e po ta fjalën, prandaj. Po votën e ka, ai sa e ka tash, e ka 47%, nuk e ka 100%.
Dhe shumir, zotri Reza që e hape këtë shteg. E kam edhe një pyetje për ty, të njëjtën diskutim e kësaj në studio. Këta po flasin edhe po thojnë shumica analistëve që po dojnë me i dërgu zgjedhjet deri në dhjetor. Por mu po më intereson me ditë nëse ky eksperiment i dhjetorit na jep dy herë rezultatin e njëjtë, apo ka ndryshu qëndrimet e qytetarëve, edhe nëse mbahen zgjedhjet dhjetor mund të kemi rezultat tjetër, sepse ndryshe nuk do të dihej, nuk do të vrej impakti i kësaj krize. Pa din ku është problemi? Problemi është se ajo është të konsumu një vepër penale, pikës pari. Këtë kohë që ka ushtru detyrën jashtë funksionit, do më thonë një farkapje, apo grushtet dëbut, ai e ka konsumu dhe ai do t'jep llogari para drejtësisë. Po se si do t'a largojmë na, me një para, me dy para, me 10 parë zgjedhje, nuk është problem. Na faktikisht jemi në zgjedhje. Nuk ka më konstituim. Jo, është problem, zotri Reza, se kemi 2 vjetë status quo. Qysh? Anje, tash njeri... Kemi 2 vjetë status quo shteti, partit politike, për që ata jo në aty. Jo me dalë si analista në studio televizive me në kalëzu çfarë probleme kemi. Po me ndërmarë hapa konkret për zgjidhjet çështjeve cilat i prekin qytetarët. Andaj partit politike të Kosovës janë gjitha me vonesë. Sa ma vonë, ma keq është për këtë vend. Kjo është fare e thjeshtë. Çfarë kuptimi me vonesë? Me vonesë për çfarë? Me vonesë në aktivitet. Okej. Kundër asaj që cilësojnë të keqe, kundër një njeriu i cili nuk don me... Çka përfshin për ty aktivitet, zotri Gaxhirës? Aktivitet... Nëse i vesëm opozitën thojnë, mëtëm të punu. Aktivitet është me hek smundjen prej vetit, me hek kompleksin nga vetja. Vezët, për shembull, që ndodhen ku vend, janë krejtësisht normale. Pse duhet me kriju kompleks, po bëj ka Albin Kurtin me gjujt me ve, Albin Kurti gjujke me bombe e me gur. Tha, është mirë që ka gjujt Albin Kurti, Jo, po tash normal që nuk është mirë. Nuk duhet me kthy muhabetin andej. Nuk duhet me kthy muhabetin, a është mirë, a është keq. Po cili po tjetë mjeti tjetër? Mjeti tjetër është protesta. Edhe ajo puna vezëve është mjet protestues. Ne kemi pa kuvendin me tym. Pse sot, kur kemi stagnu, që 5 vjet në asnjë dikaster nuk e zhvillim, as në diplomaci, as në ekonomi, arsimi është katastrofë. Shëndetësia është katastrofë. Si ka mundësi ne që ta shohim shtëpinë tonë para syve tu na u shkatërru edhe vetëm të flasim me njëri tjetrin. As jemi të padijshëm, pa aftë, apo vërtet nuk e duam këtë vend. Cili është problemi me ne? Cila nga këto zotri Morina mendon që është problemi, sipas teje? Problemi kryesor në politikë së vend është logjika e Albin Kurtit. Unë nuk menoj si kolegët e tjerë që të shkaktu doma shumë të mëdha shtetit, është të bëu gabime shumë. Ky nuk ka plan severist për këtë vend, ky do me mojt pushtetin. Mirë, po ky vun për një farë kompleksit vetë të madhështisë edhe dënë me hinë historitë Kosovës dyshysh. Që ajo është që përmeni edhe zëti Maziri ma herët, Republika e tretë. Gjithë shka sa më ndërtu, deri sa kjo ka ordën për shtetë, dënë me metë në hijen, histori, të asoj që kjo pret me ndërtu. Qysh nuk e sheti domin e Kosovës, kur këtu në Kosovës do me 1 milion banorë, vëlla? Kjo është tranzicion krejt. Nuk është tranzicion kjo. Na nuk jemi Turqi, as Gjermani. Nuk jemi vendi vetëm i prekur. Serbia është e prekur, po atë sana nga emigrimi. Problemi i Albin Kurtit është se ka ngrit tension mes njerëzve dhe ka kriju përplasje edhe urrëtie politike. Tash të njerëzit në Kosovë, kështu sa ndodh, ma interesant këshyr me bo, do me thonë largimin e cindra dhjetra, sot du shtu mira kriminelve, cindra kriminelve nga verijo, që ushtri sovraniteti ma shumë se përpora, se krejt shlerimin e Kosovës që po me mira dëshmor e civil të vrom, do me thonë këshyr me jep madhështin në historinë, këshyr që ka bo Albini, ka përzon radejqisin, po që ka bo Hashimi Ramushi këta, e kam përzon në shtri në Serbisë edhe këto. Radoj Qishin e ka përzon ligji i Kosovës. Ligji i Kosovës edhe në kohët Ramushi të larguar. Institucionet e Kosovës të cilat ju informu vitin 99. Po dojnë me kriju... është utopike me thonë të ashti, Krën Sadiku e mon Klan Kosovën. Klan Kosova është shumë para Krën Sadiku. Saksisht. Për mu probleme ma i madhë është... Më falë pak, se deklarimi që hipotetikisht, zotri Morina është liroj veriun, ty po t'jep krejt meritat e themelimit policisë Kosovës, të inspektoriatët, doganat që në konë në bërnjake njëri. Unë e dje pota në historie për urën e Ibrit, që ke jëja adhan policisë si adhan, do me thonë, për apo me mira komente hinë të shojnë, fy njerëzit, edhe nuk jenë asë që në konë kërë Mitrovic. Ka kriju një rejtje të 50% e njerëzve
tek tjerë që kështë probleme ma i madh. Urrejtje politike, do më thonë nësi me Albinin ti e patriot, ti e mirë, je bo... Edhe dorën zemër, përveç urrejtjes shoqërore të na, edhe një problem që mu po më shkakton kështu personalisht, po ndalim edhe pak me juve zotri Murina, pastaj kaloj tek zotri Muhaxhiri, është fakti që edhe ajo gatishmëria për luft ose mendimi për luft, qoftë nga ana kosovare ose shqiptare e Kosovës, qoftë nga ana sërbe, vitet e fundit është rritë që kjo klimë, ju ka fry që saj klime, e kam një përshtypje që të dy liderëve ju ka konvenu me një moment, me na pru me një qësi, sepse gjithmonë ditë, kur është një armik i jashtëm, ka përbashkim të brendshëm. A jenë të dëmtu që shto situatë në sigurisë, sepse në momentin që ti deklarosh se jemi rreziku me usulmu prej një shteti, ku po mbesin investitorët? A i vesikëshyrë në Google deklarotat e kryeministrit e shë rrezik luft ku me ordaj, apo kupton Kosovë. Këta njërë vedeshme së të pa vedeshme, edhe Albini, edhe Vučići po i shërbejnë, momentalisht një unë tjetërit, këtë të thonë që përna sulmën Serbia, mundët me na sulmu, a i tjetërit të i thonë këna mi këty Kosovën, edhe për amortizojnë kritikat e mrenshme si Albin Kurti në Kosovë, si Vučići në Serbi. Do me thonë, distancë këta, ajë që po supozoj pa koordinim, po i shërbejnë me qosin e tyne një unë tjetërit me mojtë për shtetë. Për në këtë qasje, nuk mujna pa e kalu faktin edhe takimin, ato do ta diskutojmë ma vonë për këto deklaratat e gjëra, për nuk mujna me kalu faktin që në krejt këtë blokad tonën, Serbia i ka bo hapat e vetë zotri Muhaxhiri. Sepse përveç lojës në mrenshme, na kena një lojë ndërkombëtare, ku do të me kriju një imazh, edhe në derin që të moment, për mdo këtë e kena kriju ta më atë imazhin për cilën na kritiku, shqiptarët nuk din me bo shtetë ndërtem. Pra të që në ka thonë Serbia. Po, prandaj e thashën e. Po. Padosh nuk e shkuptu, por sa më shumë, po e themi janë shtyp, ose janë partë si të shtypër popullatës sërbe në pjesën veriore, Serbia e ka përdor si kartë në arenë ndërkombëtare. Pra, edhe ne jemi meritor, ndoshta pa qëllim, pa dashje, që Serbia sot e ka pozicionin më të mirë në arenë ndërkombëtare se Kosovën. Dhe rasti i fundit e kemi një dialog strategjik me Shqipërinë, ajo na ka filluar me merë vende jo. Dhe duke i përfshirë edhe kompanitë lubuse që me miliona euro ata po harxojnë, ndërkohë Kosova nuk ka as kompani lubuse që ka angazhuar, as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as në Bashkinë Evropiane, dhe kjo natyrisht për politikën e jashtme është stërtim total. Dhe prandaj imazhi i Kosovës sot ka ndryshuar krahasim me para 6 viteve. Nuk është imazhi i njëjtë. Po. Po ashtu, edhe kjo është një elementin tjetër shtesë, që partitë opozitare për më fytë protesta kanë të domosdoshme proteste. Sepse kanë grumbulluar aq shumë probleme në Kosovë, duke përfshirë edhe formën që ne sot jetojmë shumë herë më keq se para 6 vjetëve, edhe shkelje konstitute, edhe politika jashtme, edhe limorisë në gjenës, dhe opcion tjetër përveç në rrugës, partitë opozitare nuk janë bërë. Dhe unë mendoj që kuvendi tyre të tjetër rrugat atë, dhe jo institucionës, sepse me institucione nuk mund të funksionohet kur ministri... Blokimi i shtetit, kështu, dorën zemër, partitë opozitare në vendin tonë kanë shumë pak akcion, ata nuk po e thamë, ne gjeni fakti cilat në aksion të fundit nëse me ndonin ndryshe. Por çështja është që a është punë të një blokimi t'il, apo është punë e shoqërisë intelektuale kosovare një protest apolitike, jo domosdoshmërisht të opozitës me kanë ata, sepse nëse shikojmë që janë minus 200.000 vota, i bie që këtu nuk janë të pakënaqur veç opozita, zotri Muhaxhiri. Po, sakt. Unë mendoj që nëse shoqëria civile organizon protestë, do të jetë sigurisht e Tiranës. Partitë politike duhet të organizojnë protestë. Dhe unë mendoj që për të këtë alevanca kanë kapacitetet e mjaftueshme për ta bërë një protestë. Por unë nuk kam shumë shpresë te LDK-ja, e cila nuk është tashmë as mish as pesh, dhe unë mendoj që as nuk ka pjesë protestas. Por për të këja dhe alevanca patjetër duhet të organizojnë protesta, unë besoj që ato të vinë shpejt e s'duhet me mujtë ato.
Me qëtë leadership PDK-ja s'ka mujtë në zjedhët e funit të bime me majtë. Artoni, nëse i ka përcil, në Prizren, në qytetin e dytë më të madhë në Kosovë, e ka posë me 200 pjesëmarrës. PDK-ja me leadershipin aktual nuk mundet me majtë protesta, asësi, po asë të bime politike nuk mundet me majtë qështë duhet. Mas 16 shtaturit në ndryshën situata. Sikur i LDK-s nëse shikojmë kështu realisht, për ata njerës që kanë informata që i dim punat e mrena, ne kemi edhe... Ka 200.000 vota, që shpo folë ashtu. Po edhe këta tjerë i kanë 135.000 vota e nuk i thepë se po folë ashtu. Se cila parti politike mundet me organizu protest, nëse nuk mundet me i thirë 100.000 veta në shesh, mundet me i thirë 1.000 veta në shesh. Edhe ta 1.000, masa vazhdojnë të elektrizu kur ka uza është e vërtet, e sinqet dhe për të mirën e vendit. Andaj, neve, si qytetarët Kosovës, i votojmë, i bëjmë, i kryojmë lidert dhe partit politike që ata të na udheqin. Dhe në këtë rast, partit politike duhet të udheqin edhe protestat. Dhe pavarësisht se si paragjykohet, në qovë se një qështje paragjykohet ose një punë hala pa u fillu, paragjykohet se dë dështoj, pa dyshim që është të dështuar hala pa fillu. Andaj, besoj që këto duhet me marrë veprime. Një gjë tjetër, shka duhet të theksoj, Britania Madhe, Gjermania, Franca, kanë vra në për luftra ma shumë se sa të ke fundit shpërbërja Jugoslavis, por për gjatë historisë, ato harrohen. Neve si shtet nuk duhet mo me vazhdu me lujtë rolin e viktimes, por duhet me kriju forcë ekonomike. Dhe forca ekonomike e krijuar në Kosovë ndreq, regulan, zbukuran imazhin e Kosovës në botë. Dhe kërkush nuk ka qef me pas pun me një viktim i cili gjithë kohës shkon duke u ankuar të këtë tjeret, por i cili mundet me bashkëpunu me të tjeret dhe ka qka me ofru. Andaj Kosovës më shumë se kur i duhet arsimi dhe ekonomia. Prandaj, këto kopallat, gënjeshtrat, populizmat e Zotrit Kurti, se Kosova do futet në luftë. Ama, kjo dëshirore ka gjerë, se na pe kuptojnë a krejt. Dëshirore, kjo është çka duhet me bo. Qa është mirë. Çka do të me bo, kjo është mirë. Na duhet me posë parasysh Unë po të kam thënë në organizimin e partive në Kosovë, vëlla. Apo kupton, nuk po tregoj PDK-ja partia më e madhe opozitare, nuk kanë gjendjen Prizren me të mojt të bëjë me 1.000 veta, po e mon me 200 veta midis fushatës zgjedhore. Edhe në qytetet tjera, e për me thira e njerëzit në shesh. Nuk ko kush e thirën për dëkë, s'kan maskujna me dollë. Partia është në pritje 16 shtatorit. Për dëkëja nuk mundet me bo levizjet më dho, asë në nazim partis, asë kur që dhe me 16, thjesht jenë të administru. Në qopë se për dëkëja nuk mundet. E vetëmja A-këja është që mundet me thirë 2.000-5.000 vetë, 10.000 vetë në shesh. A-këja mundet me 10.000 vetë. Këtë quhet avantaj kompetitiv, sigur në tregti është edhe në politik. Këtë quhet avantaj kompetitiv, sepse sot e pas këm një PDK të fjetur, që s'mundet me nëzirë, që ku i ki LDK në akën, që munden edhe me përfitu elektoralisht. Po thjesht muhabeti është, përveç votave, Kosova ka nevoj, edhe ata po e shojnë rrezikshmërinë dhe duhet me bo diçka që quhet aktivitet. Po nëse PDK-ja s'mundet, LDK-ja po më i kam i Jo, LDK-ja më pike 5, po çfarë të mujtë ata s'munën kur që. Se për ta marrë në shembull, Albin Kurti, kur u konë në opozitë, e këni po të tonë si çdo javë, çdo ditë ka moj të bime na për gjitha fshatrat e Kosovës për kauzat e tij. A janë drejta, si janë drejta, tjetër. Kallëzëm një parti opozitore e Kosovës, PDK, LDK, AK, prej non shkurte deri me sot kush i ka po me një aktivitet politik në një loze, në një qytet, në një fshat, jashtë fshatës zgjedhore. Ata mjaftohen, thu që ky popull ja ko bërës aty në votën, mja jap, u kry fshata, mbyllën zyra, edhe prapa ta janë me gjipa të zi, edhe Bedria, edhe Lëmiri, edhe të tjerë. Njëjti kanë si Albin Kurti, mbrojtjen shtetërore, në ashtë nivel pak ma tëllë, mirë pa ata me gjipa shtetërore, zi shkojnë të shpia, edhe me gjipa shtetërore edhe nën përcjelljen në policisë shkojnë zyrët partisë. Atëherë që shpe kuptojnë në këtë krejt puna ku ka të gjipi, me najtë në gjipë sa ma shumë se cili. Për deri sa nuk ka reagime drejt ndryshimit të situatës dhe drejreza, për bje që ju ka pëlqy gjipe. është situata ma ndryshe. Po? Në kemë mendu se kemi një shtet normal, i cili politikantë dhe partit i respektojnë regullat,
Dhe nëse kemi para pasë, vjen një njeri cili shkel gjitha rregullat. Dhe kështu kanë menduar dhe qytetarët e Kosovës, zotëri Reza, edhe pyetja ime për ty është çfarë nëse shkojnë në zgjedhje apet, a mendon që është çaj entuziazëm për m'ia dhënë votën, a mendon që është çaj elan për me ka një lloj përkrasi i madh i një subjekti të caktuar? Qëre, na, si do që të cilët situata, do të mundohemi të mbajmë situatën politike dhe funksionimin e shtetit në bazë të rregullave, në bazë kushtetutit dhe ligjit. Albin Kurti po don me provoku një gjak derdhje, një ndërhyrje dikujna kështu me gjak nxehtë, se na i kemi 500 vjet që mundën me shku me nxjerr aty Albin Kurtin për asaj zyre. Ajo është pa kur farë problemi. Po na dojmë rujt një demokraci e cila është zhvilluar që 20 vite, me të cilën na Reza, ti po thuash që kjo po lyp një moment të ri të viktimizimet? Absolutisht po, kjo të lyp një ndërhyrje gjak nxehtë. Si mund të jesh kryeministër i një vendit edhe viktim të njëjtën kohë nëse bën me ma shpjegu? Për shembull që ti ke emisionin tënd dhe je obliguar me ardhur në ora sa ora ke fillu emisionin, ti nuk vjen fare, i thirr do shoh tut aty, ja nis me pi, me lujt në redaksi aty, mos me respektu as kryeredaktorin, as pronarin e televizionit, çka ka me të bëj? Ai një kohë të pret ta tërheq vretjen, edhe në fund i merr masat ligjore. Edhe na jem të e prit, dej ku e ka, e kemi ato gjykatën supreme, e kemi prokurorin, mos mendoni se ata nuk janë të e vëzhgu të përcjellë situatën. Mirë po duhet, po mundohem në mënyrë sa ma të butë dyqysh me largu me dalë për kësaj situate, pa gjakderdhje, pa shkaktu damet më dhatë Kosovës, se kështu absolutisht nuk ka përcen. Mirë. Kemi mërë shumë njerëz jemi që kemi dhonë për këtë shtetë gjithë shka. Unë jam për atyne që më të vërtit, prokurorët, kur më kanë arrestu atje në shërbim ushtarak, më kanë thonë çka po duhet Republika. Ju s'dini me majtë shtetin. Pa Sërbë ju s'mundeni me jetu, se Sërbët janë popull ma i zhvillum se ju, jeni popull nomad. Na kanë fyllë dhe në ato mënyra na kanë thonë. Edhe tashmu mas 35 vjetëve, po mbin mend ato fjallë që Kosova s'është e zoja me kriju institucionet. Nuk është kjo e pa qëllimshme. Nuk është kjo absolutisht nuk është e pa qëllimshme. Kjo është me të vërtetë është asi agjendë sërbe cilën përshtyr në Albin Kurti në Kosovë. Ja, zotëri Rezaj, kryeministri Kosovës me agjendë sërbe të luna, utopike duke kjo. Absolutisht. Jo, nuk është kryeministër sot. Është veç deputet. Unë e po bazona në deklaratën e ti para 3 ditëve, sa jam krejt që ka deklaru ka dale kundërta. Krejt që ka deklaru ka dale kundërta, atërë si me u bazun deklaratën. Jo, ka dalë gjithë që ka deklaru, ka thonë për shkojnë në zjedhe, për me shku në zjedhe, jetë të shku në zjedhe, ma zjedhe, kështë që pashtë ta më mrap që ashtu. Ka thonë na shkojnë në studium të nejtë, në zyret për qeverisë, shkojnë në Sahardane. Auto nejtë që atë. Kështë që shka pas ka deklaru, ka ndodhë zotri Gaxhirri, a ka qenë negative a pozitive, ajo është çështje tjetër. Edhe partitë opozitore jenë mjegull, edhe veç kështë në kalej 30 ditëshe, edhe ata prapë thujnë na shkujnë në sound. A vëdhen tash, nëse shkilë, po se jenë patë pozicion, s'kanë liderve? Jo, ka parti me pozicion. Këja ka pozicion. Këja atje, prej fillimit e ka posë sortë, edhe kushtet për mja votu. Edhe LDK-ja ka pozicion, falë veç pak, edhe LDK-ja ka pozicion, sepse ka qenë gjithmonë e hapur me tentu me kryu një zgjidhje. Ja, ka dalë, qysh pozicion, po më thu që ka bosh... Pozicioni ka qenë me negociu për me kryu institucionet. Tjetër sam, po thamë, ka thonë shkelje është se 30 dit i koha fatë mi konstitu kuventin. Kjo ka thirë në ledhjen 31 ditë. Qa për shkën tash? S'ki drejt është antikonstituse. Me ta bo një pytje. Cila është tendenca e tyne? Nëse tendenca e Albin Kurtit është me nga dërgu në zgjedhje, të alon fojnë LDK-s, të alon fojnë LDK-s, LDK-ja hek fojnë për vetës të tentu çdo moment mu taku me të për më fru zgjidhje. Si do duhet më të ndryshe LDK-ja? Po i përdor nën step LDK-n për shijet asesore, është të buaj garë me ta. Nëse LDK-ja nuk do të shkënte në këto takime për me pati që i përdor, na kështu menu që LDK-ja për saboton krimin e institucioneve. Prandaj është mirë që ka shku në takim. Me pas pozicion të qartë, Vjosa Asmani, gjithë shka ka thonë për Albinin Foshat, ka këshirë më denigru. Dhe Albini për Isamu Stofën ka thonë gjithë shka dhe në fund kujtojtë kërë pa thonë qëre. Profesor është. Ata nuk bohen, nuk marrin pozita për njoni tjetrin, aty po për Kosovën. Ata mundën mu shaj, mu fyje, me i tregu gjona të këqia që ja bëjnë shtetit për njoni tjetrin. Shiko, ky vend është ndërtuar, është krijuar mbi sakrificë. Edhe shtëpia nuk bëhet për një ditë.
Po sot jemi gjallë, duhet mu bo çdo ditë ka pak, me sakrificë. Edhe sot, partitë politike duhet me sakrifiku nga elektorati vetë për të vazhduar shteti. Edhe LDK-ja nuk është atë që pa mençur, nuk jemi na që jemi në studio këtu ma të mençëm sa ata që udhëheqin me parti, që provojnë në çdo formë që me i kriju institucionet. Se dhe kjo pozicion politik. LDK-ja janë të vetëdijshëm që shkuarja me Albin Kurtin do ju kushtoj si që ka kushtuar herën e kalume, por ama e rëndësishme është partia a Kosova. Dhe prandaj, po, shumica e njerëzve, sepse ne po i shohim që këto shumica e këtyre kombinimeve bohen për interesa politik ose personal grupeve të ndryshme, e quhen sikur sakrificë për shtetin, por faktikisht, kur shteti mbet në këtë pozitë, siç ka ngelur herën e kaluar, edhe siç është tash, është sakrificë e vërtet për shtetin me shku me i kriju institucionet. Po s'krijuan institucionet të përdor Albin Kurti, Mare le të përdor Albin Kurti, le të vranë krejt të vazhdo në Kosova. Pozicion kërën është me po si AK-ja, e shesit që 3 poshtë zjedje, Albin Kurti është i marrë. Ashtë pozicion, ajo është pozicion përkus mos bashkëpunus. Ja, AK-ja nuk e ko mos bashkëpunus, si ka thonë që i kam së një 6 kushte. Të ki drejt. Që dënë mi pranu edhe Lumir Abdiziko. A do duhet ja bëni krejt kështu pra? Po edhe Lumir Abdiziko se cilë prej LDK-s, cilat i ki kushtet kryesore për një publike, kur i e interesun me diskutu, mi pranu qëtu, vina, për në ryshaj, vespi që në takime, pimon ka 2-3 orë, po ndikën të në proceset mranshme, zëdhore të kuvendit LDK-s. Pse po e kundërshton nga gjerën, kur kjo po lavdon një pozicion që është drejt krijimit të institucioneve, sepse tek e fundit, na i kena bo zgjedhjet për mi kriju institucionet. Ta qysh i bënëm zgjedhjet, si morëm votat, më falj, po shkojnë edhe njerë zgjedhje. Shkon kje punë shto. Mas pari do me ditë që është bojë negociatat, për me folë për këtë muhabet. është si parti të shkatëru fatkeqësisht në 6-7 vitet e fundit. Këta na tregojnë. Nuk mundet kërkosh me të shkatëru nëse s'dën ti me shkatëru vetën. Ja, ka shkatëru Albin Kurti prej 2019-ës, këshër ku kon LDK edhe këshër e Kosova. Tash prapë na ktheni muhabet tjetër, e ka shkatëru sakrifica e vetë për shtetin. Ka kushtu. Normal që i kushtëm prapë. Po, do të kaloj edhe tek zotri Muhaxhiri. Zotri Muhaxhiri kërkojnë djesë, sikur e kemi debati këtu në studio, andaj nuk u hapëm shumë. Isha të folë për sakrificën e që ta ka gjeri për LDK-n dhe Lumir Abdizikon. Unë mendoj që Abdiziku vetëm sakrificë nuk përban. Ai përgjen formen me shpëtu vetë dhe është vërtet, ai me dash me shpëtu vetën bëhet zavendës kryeministër, po pe lu presidenti. Është vërtet kjo që po thu. Qysh po operon? Është veç sa me thonë diçka më mshu dikuj. Ai se ka hallin e Kosovës hiç, ai ka hallin e vet. Se boni shku në zgjedhje. Çfarë hallit vet pas ka ai i ka punë të rëzi. Që apo tregoj. Edhe ai, edhe Hamza dhe Ramushi, po e kanë hallin e Kosovës. Zgjedhje. Ai ka më dalë shumë më keq dhe natyrisht ka që mandatin në fund dhe nuk ka me arrit planin e vetë me zonë virusa Osmani partin. Dhe ky e ka një agjendë vetën. Kto që po thujem veç konspiracion, po folim mbi fakte. Ky, unë po tregoj, ç'a po vepron ky? Ky visi sakrificë po bën. Ky pedon vetën më shumë dhe vjose. Asnjë fjalë, se ka thonë Lumir Abdiziku dhe vjose Osmani për situatin e krijuar. Ku janë ata? Pse s'po flasin? Listë 2 deputet aktiv dikin në dëgërt. Erman Sadikun edhe Janina Ajperi. Ku ju djepsh? Shiko, mas pari, kur fillon negociata me dikon për një marrëveshje, nuk duhesh me vendos kushte hala pa janis negociatave. E para. E dyta, kur futesh negociata, nuk mundesh me dalë m'ju kallëzu njerëzve çfarë negociata e ka bën, se ato prishin negociatat. Kështu që prandaj, sidomos kur bëhet fjalë për negociata për me kriju institucionet një vendit, ose me konstituu ato. Prandaj, është pa pjekuri politike edhe njerëzore që të dilet qysh po kërkon ti artën, me dalë në publik edhe me thonë, ditën e parë si e taku me Albinin, me thonë, po një lypa presidente s'ma dha po prishem. Nuk është qëllimi mu prish, sa dha të prishtjen. Qëllimi mu bashku. A e ka kuptën? Qëllimi me ecë Kosova. Jo LDK-ja, PDK-ja, VV-ja. Se këto vazhdojnë, këto elektoralizmat vazhdojnë, apet këna me dojnë zjedhe, ata vazhdojnë. Po na e dimër s'ka i ka ofru Abdizikut, edhe Kurti ka të regu, edhe Abdiziku vetë ka të regu. Ja ka ofru zavendës kryeministrin, edhe kryetarin e parlament. Do me thonë, kjo është ajo që nuk i bjen të jetë e vërtet nga zotri
Muhaxhiri. Për shkak se... Jo, zotri. Ja, dikush se ka mirë që vërtet. Se të kishtë qenë e vërtet, në qofë se Lumir Abdigjiku qenë ka të dosht me rahatu veten e vjosën që shbëthu ti, atëherë aja kish marrë zavend së kryeministrin, vjosën e kish bo kretaret parlamentit edhe e shkry kjo punë. Qësh ja, hajtë kalzoma pse ja. Po e lypin presidentin për Kosovën. Edhe është leva e vetë me sigurisë për mos të radhti, sepse e kanë provu që ka ju bënë zotri Kurti. A i ta ebë zavend kryeministrin për 3 mujtë që në zxedhi. Ose rëtullojna... është edhe leve sigurisë për Kosovën, por edhe për LDK-n njëkohësisht presidenti. Po edhe një pyetje ta shtrojnë ndryshe edhe pyetje në njëjtë të Gazierit. Zotri Muhaxhiri, kush është në presion ma shumë se Lumir Abdigjiku sot i cili po tenton me vazhdu drejt krijimit të institucioneve, ka presionin brendshëm, ka presionin publik, edhe ka presionin politik. Po, këtë presion e ka... Po atëherë bie zotri që po tentoj ka me gjithë zgjidhje, nuk po këshir ka veç fatin e vet. Për një sekund. Ky presioni në bile e ka ngarku vetës, se ka ngarku kërkosh me presion. Sepse ka hallin e vetë. Dhe atim pse nuk e merë kryeministrit. Po e donë presidentin, natyrisht me të drejtë nëse negociohet. A thëshe qështu, kur e patë marë që të njëjtën pozita që ka Hamza që ka pas Abdigjiku herën e kalu me unë zbona me vëvën rinë në pozit. Pse a thëshe e ka marë pozicionin e keq, tash për Hamzën së pëthu që e ka marë pozicionin e keq. Që kjo problemi, që na kur dalim për analiza, do të marru mendimet ose besimet tona politike, po duhet me folë sinqerisht. Jo, po të regoj pse. Sepse zoti Hamza ka tentu me kriju marrëveshje, po ka pas që s'ka rezultat. Pse me utë po. Atëre pozicionohesh. E shë vetë në pozit. A Lumir Abdigjiku, në atin e zgjedhjeve e ka tentu pozicionin. Ka tentu as një pikë. Nuk, a din që ka do me thonë, me dasht me bo koalicionin, do me thonë me u taku disa herë. E me u taku një herë, apo ma jep qëta ajo, e me të thonë ajo s'po ta jep, a nuk prishëm. Qysh pa thonë bezete nëse mashtran, në herë, bëta Allah, jo, është të vazhdu të i mashtru se 3 por zede, More ki drejt, po prap. Mirë, dhe kur jena këtu mirë që e ndrove dhe temën, sepse po kalojna pak me një pyetje tjetër që e kam, edhe me këtë pyetje do ta përmbyllim këtë blok. A kena protesta a institucione? Për momentin s'kena as protesta, as institucione. Mirë po, unë dhe dëshëreja që shumë e dollë dikush prej opozite mi pri protestave në shesh. Albin Kurti ka ardhë për mes protestave në këtë vend krye qeveris. Albin Kurti nuk hije këtë ndryshe, vesë me protesta. Zotri Rexha. Po për momentin është kohë e pushimeve, në zonësat të ata janë pushim, se unë një protest e shotë organizume. Da me thonë në pozita jonë për pret kam me kalu vera, mu kry në deti, mu kry, edhe ta një thonë, ja, diçka, i kena kry tash pushimet, hajde shkojnë edhe në protest. Apo thuj që shtë, zotri Rexha? Po unë thash se nëse dojmë me bo një protest mirë, do të me shqequ mirë me organizu popullin, se Kosovarët nuk dalin as letë në rrugë. Unë kam shumë përvoj me demonstrata prej vitit 1000. Atër s'ko ka kauza, atër s'ko... Jo, më falës pak, zotri Rexha, atër kauza s'ko ka e mirë, sepse shqiptarët e kanë dëshmu që dalin rrugë kërë nevoja. Pra s'po arri kanë me mbledhë. Nuk ka shku puna ende as largë, sepse ata hala po i besojnë se rruga institucionale do të ketë sukses. Mirë. Dalin njerëz e frustru në rrugë, i kemi 2 palë këtu, nuk është veç një palë në protest, po mundën me dalë 2 palë edhe... Ja, asë kërkush nuk pret asë i protesta vlavrasë se me dalë 2 palët atë që shpëthu të zotri Rexha. Ja, zotri Rexha, ko... O i vinë armët ati për i Serbis, më së mërzit për atë punti, e ka gjujt me zollë më rëku vendin. Cile e shqiptar, zotri Rexha, e sot me armën për i Serbis me vra shqiptar, për që e të thonë? Falë që po shprejna kështu, se të kam edhe shok edhe... Po ata po marrin para mërë me i pagu me nasha neve, ata krejt janë me pagjes, nuk janë të nasha neve falë. Krejt janë të organizu. Mirë, unë distancon prej këti deklarimit tënë, e ma në përgjithësinë publike vetë, më duket pak e qëdeshme dhe utopike. Le dalin edhe ata tjertë, s'ka problem, kush dënë le del protest, se cilë ka qëllimin e vetë, le ta mbrojnë qëllimin e vetë. Po, Gazher, këtu nuk jena në të protestu policia, prokuroria, ekzistojnë institucionet të cilat janë të breshta, janë të lodhta edhe pa kokë, por me gjithat falënderit Zotit,
edhe luftarëve të lirisë e Amerikës i kemi këto institucione, pavarësisht që ndodhet protesta, nuk duhet me parazgjyku. Rezultatet edhe sukseset nuk arrijen për një ditë, duhet me pas qëndrueshmëri, vazhdimsi, mos mu lodh, me pas kauzë të ndershme, të sinqert, me i tregu shqiptarit Kosovës që e ka rrymen ma të shtrajtën në Evropë, që e ka naftën ma të shtrajtën, që e ka inflacionin ma të madhë në Evropë me 6.8%. Dhe duke i marrë parasysh krejt këto që a i the. Që jeton këtu e që i ka dy fije men, del për veti, nuk del as për Alumirin, as për Bedrin, as për Amushin, për del për veti. Që të deshta me dalë, me thonë, të i marrë parasysh krejt këto probleme, o në besoj që se cili njeri del për zhblokim edhe për fillim të jetës, rifillim të jetës, jo për dëmtim të ati protestuesit për mene, zëtë Reza, i maherët në epom, Shqipni protestat pa koordinume, pa lider, ku përfundojnë, pa më varsisht ka uzës që kanë. Qoshtja është, ves një pytje, zëtit gazerit, ty edhe krejtirve. Kush e din a i herë që Bedri Hamza, Ljomir Abdiziko, ju kam pri nej proteste njëtën e vetë. A jenë gjendje së dy figura, bashkë me Vjosa Osmanin e me Memli Krasnicin, me qëndru 30 ditë në shesh në tenta. Gjithmonë është një herë e parë. Jo, kalëzëm edhe mos harro edhe diçka. Generali luft nuk e ka pushken. As presidenti nuk shkon luft me ka pushken. Albin Kurti ka pri protesta vetë. Albin Kurti u kon tjetër gjos, u kon njeri prej rrugës që ka shku. Këta e në politikan të mirë fillt. Prandaj që është Albin Kurti që asë krejt e kanë të njëjtën background shumica. Po, do pi malit, do pi rrugës, do pi shkollës, shteti ri. Jo, ko e vërtet e zadim pëse, që po të e mjë në aspektin politik, ka zëmë prej kujt kenarë. Po, lejala i nëse nuk ka s'ka matë menë që mi zhjithë. Që të kalzojnë e ty, që ka mundësi që e kini inxhinier të elektros, që është kjo Albin Kurti, edhe je i varum për e rrymës edhe ki rrymën ma të shtrajten. Që ka mundësi? Që Sovjeti i varum për e rrymës, që Sovjeti i varum për e rrymës, që Sovjeti i varum për rrymën. Kur po vjen ai tjetri, që po din që është ekonomia, që është Abdullah Hoti, po atë paketën fiskale. Në anën tjetër, kur diti aj tjetri, qka është ushtria, e po atë Ramushin, ta boni ushtrin. Do me thonë, nuk është qashtu që shpëthuti. Jo, bashkë qashtu që shpëthuti, nëse problemet me rrymë kishë 27 vjetë, zëtri Gazhirri. Bashkë që shpëthuti. Anja e kena pruni inxhinier të elektros, pëse s'puna bon punën e rrymës, pra, nuk o ajsh, je parsyje. Ja, Gazhirri, nga më të kalëzë, problemet me rrymën në Kosovë, jënë për 99-ës, shkërtarë se gazetarë të kalzojnë. Nuk me vajtu, për duhet me regullu. Kër t'ja njësë me drejtu gishtin, ja, o drejtojnë a krejtve. Edhe panelista tjerë për dy partit ma të mëdha opozitore, gjithë që për më dhamë, se s'po ko kush mi dollë në bolë, s'ti po shteti autoritorët pa drejt Albin Kurtit, po më dhamë, pësë që shtë, po që po konstatej pësë shtë. 3-4 udhëhecat kryesor, dy partive LDK-s, edhe të PDK-s. Kalëzëm ata që kam bo njëtën e vetë për mu kriju që të parti. Cilë është kontributi i Bedrisë dhe me imlit mu kriju PDK edhe me funksionu. Nejti i dëmirët edhe i Vjosës. Aty në nuk jëdhimet partia, jëdhimet vetja vetë. Nuk përdu me hi në analiza kështu për me ra shkort ti muabete edhe me kalu të zëtri Reza. Jo, të zëtri muajgjeri. Për integritet, nas njone të shtumve që i përmende për integritet, së mundesh me folë, se kishin pas, për ty për integritet folë. O në thasë që ka nje për partinë e vetë. Qem, falë shpa. Mos me pas dhona ata për partinë e vetë, se cili prej ty... Ati ne jau ka kriju Rugova dhe këtyne Dhe më falë shpa. Jo, zëtni, nuk ka kriju Rugova edhe Hashimi. Se cili ka kontributin e kryesor, dalja e tina, do me thonë, sekretari forumit rinor PDK-s, edhe impakti që ka pas ka qenë ma. Por nuk është absolutisht po. Edhe LDK-n e ka kriju Ibrahim Rugova, po së shti vetë me një hu, nuk thurët gërë. Po s'ta kesh pas, Bedri Hamzën, minister financave, governer, a kesh mujt me qenë asi suksesshëm. Zëtri Gazhirri, dalim edhe tek zëtri Muazhiri. Prandaj është kontributin. Jena të shku drejt fundit, zëtri Gazhirri, zëtri Murina, onë shmoj që kene kështu me zel dhe pasion këto debate, por po kalojme të zotri Muazhiri sepse e kam edhe një regjie cila më thotë me përfundu këtë pjesë. Zotri Muazhiri, një koment për fund, instituciona protesta, cili është mendimet? Në fakt në shoh protesta, jam i bindur që do të ndodhin ato, dhe do të ndodhin për PDK dhe aleancës. Besoj që shtatori do të jetë i mbushur me protestat e opozitës. Okej, shtatori me protesta. Mirë, dëshironi ta dëgjoni një deklarim të kryesuesit Avni Dehari, cili ka folur për seancën konstituive të kuvendit?
Valla s'dëshirojmë me qajtë pasi Mirë, dëshiron populli Kosovës, prandaj edhe do të doja ta lexoj. Me rregullore, por nuk ka sanksione për këtë. Më mirë është të kemi marrëveshje që të zgjidhet problemi. Ne e dim se me 28 dhjetor u mbajtën 57 seanca dhe nuk sollën asgjë të re. Çfarë kuptimi do të kishin të mbashin seancat vazhdimisht nëse nuk kemi rezultate? Kështu deklarohet zotri Deari, i cili thot se seanca do të thirret kur të ketë marrëveshje politike, por kur do të jetë kjo seanca ani pse afatet kanë kaluar, këtë çështje do të jemi dëshmitar të ta kuptojmë. Zotri Reza dhe zotri Muazhiri, ishte shumë kënaqësi të kisha në Kosova Today. Faleminderit për prezencën. Zotri Gazhiri, zotri Morina, ishte kënaqësi të kemi. Faleminderit për prezencën tuaj. Atëherë më është koha të shkëputemi dhe rikthehemi në një këndvështrim të zotri Kreshnik Osmanit mbi situatën në rajon. Sa po shkojmë drejt një destabilizimi apo drejt një paqe dhe cilat